Mirëdita të gjitha, i nderuar kryeministër. Mirë se erdhët në Dibrën e njerëzve të mençur dhe të njerëzve të punës, që dinë të ruajnë dhe të kultivojnë brez pas brezi traditat dhe vlerat më të mira të kësaj trahina. Në kanonin e Dibrës thuhet se odat e Dibrës janë institucione të fjalës së lirë dhe të mençur. Liria e përgjegjësia nuk ndaheshin kurrë në odat e Dibrës. Pra, edhe pse fjala ishte e lirë, nuk do të thoshte që mund të shkarkohej përgjegjësia. Fatkeqësisht sot, fjala e lirë është kthyer në një dizinformim për qytetarët. Në emër të fjalës së lirë, qytetarët shqiptar kudo dizinformohen. Dizinformohen duke nisur nga energjia, që pa pikën e turpit ne sot shikojmë tek nëpër portale dalin tituj ku thuhet çmimi i energjisë do të rritet. Ndërkohë që kryeministri e ka thënë qartë, e gjithë qeveria, i gjithë kabineti shprehet çdo herë që ka mundësi publike që çmimi i energjisë në Republikën e Shqipërisë as nuk është rritur dhe as nuk do të rritet. Ka nisur kriza energjetike në shtator të vitit kaluar, pa pasur lidhje në atë kohë me çfarë do të ndodhte më vonë. Kështu që nga shtatori viti kaluar deri më sot janë 14 muaj se po futemi në nëntor. Por në muajin shkurt, me nisjen e agresionit rus në Ukrainë, energjia u kthye në armën e kësaj lufte. Sot nuk përdoren më armët e zakonshme. Sot sulmet bëhen në mënyrë kibernetike, ashtu siç na sulmoi Irani, apo ashtu siç Rusia ka sulmuar të gjithë Europën duke i mbyllur burimin e prodhimit të energjisë që është gazi. Dhe ju do thoni që ç'lidhje kemi ne me gazin, sepse ne kemi ujin, lumenjt, etj. Po, është e vërtet. Ne kemi 3 hidrocentrale të kaskadës Drinit. Për të thënë të drejtën, kemi pasur 7. Po 4 hidrocentrale, që ishte Ulza, Shkopeti dhe 2 Bistricat, Sali Berisha dhe qeveria e tij vendosën që t'i privatizonin. Dhe jo me proces të mirëfillt, po në shkëmbim të TVSH-s. Një TVSH që kishte kurumi pa marrë, e morën dhe i dhanë 4 hidrocentrale duke prishur kështu të gjithë sistemin elektroenergjetik shqiptar. Dhe ne kemi vetëm 3 hidrocentrale të cilat edhe në ditët më të mira, atëherë kur shiu duhet të vi ashtu siç e përket stinëve, në pranverë, në dimër dhe në vjesht, dhe në ato kohë ne prap prodhojmë vetëm 75% të nevojës vendase përmes atyre hidrocentraleve. Pjesën tjetër jemi detyruar ta blejmë në import. Imagjinoni në vite kur po vjen nëntori dhe në Dibër nuk po mbajmë dot as xhaketat nga moti i ngrohtë jashtë. Kur shiu ka haruar të bjerë, në shtator, çfarë ndodh? Ku e gjejmë energjinë për të furnizuar qytetarët? E blejmë treg të importeve apo jo? Në atë treg, ajo energji vjen si prodhim i atij gazit që mungon. Dhe ky është një cikël që ne dikur energjinë në import e bleni me 32 euro, kurse sot e blejmë me 390, me 400, me 600 dhe në 31 gusht të 2022 u shit me 1040 euro. E thënë kjo, po përballemi me një krizë të jashtëzakonshme. Por ama qytetarët krizën energjetike nuk e kanë ndjerë, sepse qeveria shqiptare mori një vendim që në fillim të saj, që kur kryeministri deklaroi që po përballemi me një krizë energjetike në shtator të 2021. Ne morëm vendimin që do të mbrojmë të gjithë abonentët familjar, 1.090.000 abonent familjar dhe të gjithë bizneset e vogla, të cilat janë motori i ekonomisë dhe ju këtë e dini shumë mirë. Disa prej jush kanë biznese me cilat mbajnë familjen, biznese të vogla që mund të jenë pika shumice, parukeri, shërbime të tjera. Asnjërit nuk është rritur energjia, madje as atyre bizneseve të lidhura në tensionin e mesëm që nuk janë pak, po janë 7.500. Dhe nuk mjafton kjo. Ne na duhet çdo ditë të dëgjojmë lloj-lloj lajmesh e lloj-lloj gënjeshtrash, të cilat nuk kursejnë njerëzit, popullin, jo qeverinë. Ne arrim ta kuptojmë edhe luftën e opozitës, edhe dashakësinë e disa mediumeve. Por ajo që nuk kuptojmë ne pse janë dashakeqës
ndaj popullit? Pse duhet ta gënjesh dhe ta shqetësosh një familjar? Pse duhet I thuash vazhdimisht gjatë gjithë muajit, u bëkoi gjatë kjo tani, kemi dëgjuar gjatë gjithë verës, e dëgjuam në shtator, vazhdojmë ta dëgjojmë tani. Pse sot u gdhim duke lexuar tituj që thon çmimi I energjisë do të rritet, për më tepër Rama 2 pika, pra që e ka thënë dhe kryeministri, që është një super gënjeshtër. Pse duhet shqetësohet familjari? Pse duhet shqetësohet një grua krye familjare e cila rrit fëmijë, rrit jetim vet? Çfarë taksirati ka të zgjohet mëngjes dhe t'i mbahet fryma dhe thotë o Zot, pas kanë vendosur të rrisin çmimin e energjisë? Kush është arsyeja? Ku duam të arrijmë? Ti nxjerrim njerëzit në rrugë për të krijuar kapitalet e tyre politike që tashmë nuk janë ngrenë asgjë në këtë botë. Për çfarë bëjnë këtë? Për çfarë shqetësohet qytetari? Megjithatë, detyra jonë nuk është të merremi që bëjnë ata, se është konsum energjie dhe konsum kohe. Detyra jonë është që të informojmë qytetarët dhe këtë duhet ta bëni dhe ju me njëri tjetrin. Ti kujtoni sa herë që ata dëgjojnë diçka të gabuar dhe I hynë në mendje, ju ti kujtoni dhe ti thoni, pa të vjen fatura njësoj siç të vinte në shtator. Ai ke lexuar atë strishën e kuqe që ka fatura sipër, ku thot që çmimi që ti paguan është ky, nëse do të paguaj me çmimin e tregut, do të ishte ky, atëherë shumë zohe për të kuptuar se sa mbështet qeveria. E kështu me radhë histori për ujin. Sot mëngjes me kryeministrin, me Rahim dhe me miq të tjerë, kemi vizituar ujësjellësin e ri, I cili vjen nga burimi I Gramës tashmë. Një ujësjellës me kapacitet që me të vërtetë ta kishin zili vendet e tjera dhe e meritonte Dibra sepse ka burime ujore të rëndësishme, të cilat përmes investimit që qeveria bëri dhe përfundoi të hënën e kaluar, sot ju do të keni 24 orë ujë në rrubinetat tuaj. Dhe vazhdojmë të dëgjojmë histori që thonë, akoma flasin këta për ujin, po patjetër do flasim ne për ujin. Se s'ka kush flet tjetër pasi ne e gjetëm në 2013-ën, siç ishte sistemi në 67-ën, pa u prekur asgjë me dorë. Sigurisht që ne do flasim për ujin, sepse ne po sjellim ujin 24 orë, po bëjmë reform për të gjitha ato ndërmarrjet ujësjellsave që ecën disa vite për të thënë të drejtën në inerci, ashtu siç la Partia Demokratike ku ujësjellës punonin shoqëritë e tyre, miqtë e shokët e farefisë, dhe askush nuk bënte punën. Po, ka marrë ca kohë? Ka marrë, sepse uji ka një problematik, nuk është si energjia elektrike, që kur nuk paguan, vinë faturisët dhe e mbyllin. Uji është e drejtë basike dhe nuk mund t'ja presësh askujt, dhe nga ana tjetër uji ka dhe diçka tjetër, që nuk ka të njëjtin sistem, nuk ka një kontroll elektronik ashtu siç do ishte. Dhe në ca vende paguaj, në ca vende tjera nuk paguaj për vite e vite me radhë, duke I krijuar kështu ndërmarrjeve të ujësjellsave debite shumë të mëdha, të cilat reflektohen më pas në ndërmarrjet e tjera, siç është rasti I borxheve që ujësjellsat I kanë OSHE-s, dhe OSHE-ja me rastin e këtyre borxheve rezulton një nga kompanitë me bilancet më negative. Pra, për shkak të keq menaxhimit të një sistemi të ndërmarrjeve të ujësjellsave, kemi afektuar me papërgjegjshmërinë e tyre, kanë afektuar padyshim edhe sistemin energjetik shqiptar. Punë të lëna rrugëve, rrugë të lëna përgjysëm, si ajo që flasin sot për rrugën e Arbit. Ne bëjmë shumë punë, por mbi të gjitha jemi transparent. Ne dim të themi se kur bëhet puna, se ku ka ngecur puna dhe kur do të zgjidhet puna. Rrugën e Arbit që talleshin të gjithë, a mbani mend çfarë thonin për atë rrugë? Thonin që nuk ka fizibilitet, për çfarë po ndërtohet, që të vjedhin paratë e tjerë, dhe sot kudo ku kemi qenë, në çdo takim, e kemi nisur takimin e parë nga Remzi Kosishi në Maqellar, ku I ardhur nga emigracioni ka ngritur një fabrikë që prej kohësh prodhon pjesë të vogla këmbimi për Fiatin dhe për shumë kompanitë të tjera të automotivit në të gjithë botën. Dhe ai na foli për rrugën sot, se si arrin të bëj transportin dhe mezi po pret që të bëhet dhe rruga e Maqellarës me Peshkopin, si zgjatimi I rrugës së Arbrit. Na kanë folur të gjithë bujtinat që kemi vizituar që rruga
ju ka ndryshuar biznesin. Sepse njerëzit vinë për 1 orë 40 minuta, nga Tirana arrin në Dibër për 1 orë 40 minuta, e vinë kalojnë fundjavat këtu me familjet. Në të gjitha bujtinat që këdo që të pyesni janë plot. Rruga ka ndryshuar, gjithçka ka ndryshuar, prodhimet e fermerëve, sepse sot i çojnë për 1 orë 40 minuta në tregun më të madh që është ai i Tiranës, për mos folur për gjitha investimet që bëhen në Dibër, sepse Dibra është ajka e bujqësisë. E thash këtë në takimin që ishim para pak me fermerët, unë e di që ka shumë krajina tjera në Shqipëri që mendojnë që mbajnë këtë pozicion, por unë besoj që është Dibra. Edhe për shkak të formacionit që ka toka këtu, edhe për shkak të motit këtu, dhe për shkak të punës të njerëzve. Bushit e Dibrës janë inovator, nuk janë bush si gjithë tjerët. Bushit e Dibrës sot është nder që na përfaqësojnë në tregjet ndërkombëtare me eksportet e tyre, duke nisur nga mollët, nga qershit, patatet dhe gjithçka tjetër. Po të gjitha këto janë të lidhura me rrugën e Arbit. Me atë rrugë që po mund të ketë ngecur në tunelin e Murizit, sepse është një problem gjeologjik. Siç ecim 25 metra në ditë në tunelin e Llogaras, në tunelin e Murizit fatkeqësisht ecim 1 metër në ditë, sepse gjeologjia është argjilore dhe duhet të armatohet sa herë që hapet. Por kjo nuk do të thotë që nuk do të përfundojë. 2 pikat më problematike që kanë rrëshqitjet skarpateve që janë ndërtuar në 2009 nga këta mjeshtrat që gënjejnë dhe bëjnë këto titujt e mëdha të gazetave, sot po mbarojmë një procedurë për t'i bërë të dyja ato pika të aksesueshme dhe të kalueshme, dhe me njëherë pjesa e qafës buallit dhe planit të bardhë do t'jetë e hapur. Kështu që e vetmja nyje për t'u zgjidhur mbetet Murizi, por që padyshim edhe atë do ta mbarojmë ashtu siç e kemi parashikuar në afatin 17 mujor të shtyrjes. Këto janë punët që ne bëjmë, që duken si vepra të mëdha, por që praktikisht ndikojnë direkt Dibrën. Dhe unë dua të kthehem pak te kjo bashkia jonë. Se ndryshe nga bashkitë e tjera që kemi vizituar me kryeministrin këto 2 ditë që jemi në tur në qarkun e Dibrës, kjo është një bashki që e ka provuar veten në vot në mars të vitit kaluar. Në 6 mars kandiduam me Rahim Spahiu, një person që s'kishte asnjë lidhje me politikën, por që ama kishte shumë lidhje me Dibrën. Ishte një dibran i vërtet, i cili e la Tiranën dhe bankën për të ardhur dhe për të kontribuar në këtë qytet. Dhe mori vot si askush tjetër më parë, pasi e mbështetën të majtë të djathtë me një synim, që bashkia t'i kthehet qytetarëve. Dhe Rahimi ka fatin e mirë dhe të keq që më ka mua bashkëpunëtore, që nga një anë nuk e lë kurrë pa ndihmuar, por nga ana tjetër e monitoroj siç ai e di. Dhe që ditën e parë që kemi nisur punën bashkë, kam thënë diçka që ai duhet bënte. Ti hapte dyert qytetarëve, sepse ky është parimi i Partisë Socialiste, ky është parimi i qeverisë shqiptare. Ne hapim derën çdo qytetari dhe dëgjojmë me vëmendje çdo qytetar. Edhe kur nuk kemi mundësi t'ja zgjidhim hallin, se jo të gjitha hallet janë të zgjidhshme, ja dëgjojmë atë hall. Dhe fatkeqësisht, para se të vinte Rahimi, këtu problemi më i madh në këtë qytet ishte bashkia. Bashkia që ishte kthyer në një kështjell që asnjë qytetar nuk mund ta pushtonte dhe të kalonte atë derën e hekur sikur çfarë ruaj aty brenda. Këtë ndryshime ka bërë Rahimi dhe unë e ndjej dhe ma thoni të gjithë këtë, ma thoni ju. Gjithashtu, unë kam parë se si Dibra ka ndryshuar duke nisur nga Peshkopia dhe duke vazhduar dhe në zonat më të largëta, pasi po bëhen punë infrastrukturore me aq mundësi sa bashkia ka, duke kuptuar buxhetet dhe kapacitetet që një bashki ka. Por ama dëshira e tij e mirë, sepse ai nuk ka buxhet më shumë nga ç'kishte 10, apo par vjet, apo para 20 vjetëve. Dëshira e tij e mirë ka bërë që të shtrohen rrugët, dëshira e tij e mirë ka bërë që të jetë në marrëveshje dhe në bashkëpunim me ndërmarrje si FSHZ-ja, dhe sot kemi parë ato pallate të cilat po vishen me kapot dhe kanë ndryshuar komplet, se fatmirësisht ka akoma ndonjë pallat ngjitur dhe ti thua kështu ishte dhe kështu u bë dhe nuk janë ato 3D-t. Është e vërteta.
i shohim me sy, dhe nuk janë thjesht boja fasade, por janë të veshura në kapot, kanë doppio jump dhe kornizat të reja dritaresh që e dini ju çdo thotë kjo, 30% më pak konsum energjie. Ato familje që do jetojnë në ato ndërtesa do ta shikojnë se sa e kishin faturën përpara se të bëhesh kjo ndërhyrje dhe sa do ta kenë tani. Dhe kjo është puna që Raimi dhe ekipi i tij, se askush nuk punon vetëm. VIP thotë thënien më të bukur që unë e përsëris. Vetmia vetëm Zotit i ka hije. Ne të tjerëve na duhet të gjithëve që të kemi njerëz pranë, të kemi skuadra, të punojmë së bashku. Kështu që Raimi ka skuadër, ka grup. Mund të jenë ata që ishin dhe përpara, por i ka frymëzuar ndryshe. Kështu na ndodh ne të gjithëve, kudo që shkojmë, kudo që fillojmë të punojmë, ne nuk është se nxjerrim njerëzit në rrugë dhe sjellim skuadra të tjera, janë po ata njerëz, por ka një parim. Të udhëheqësh sipas shembullit tënd. Se për ndryshe i bie që ti ndryshe të flasësh, ndryshe të sillesh dhe ndryshe ti kërkosh të tjerëve të punojnë. Raimi është nga ata që punon dhe të rreheq të tjerët me veten në shembull. Ka bërë shumë gjëra të mira, por që unë nuk do t'i them tani sepse do t'i lej atij mundësinë që t'i thot vet. Ajo që unë do them është që jemi para një fushate, por në këtë qytet, në këtë bashki jemi shumë më mirë se në të gjitha vendet e tjera, sepse si thash, e kemi bërë një test para 7 muajsh, na ka dalë suksesshëm, sepse ka 7 muaj kryetari i ri që ka bërë një ndryshim me punën që bën, kështu që ne që do dalim dhe do kërkojmë votën e qytetarëve, do kemi çfarë t'i themi atyre, qoftë për kryetarin dhe qoftë për punën që kemi bërë, dhe për më tepër nuk duhet harrojmë t'i themi edhe për gjërat që qeveria bën çdo ditë për këtë bashki dhe për këtë qark. Faleminderit, Raim. I nderuar kryeministër, e nderuar zëvendës kryeministre, të nderuar pjesëmarrës. Sot bëjmë një bilanç të punës sonë. Nuk do të zgjat me këtë bilanç pasi më shumë do t'ja lejmë fjalën që të fol kryeministri, por gjithsesi radh parë falenderojmë kryeministrin që ka ardhur në qarkun e Dibrës. Dhe e kemi pasur gjithmonë mbështetje për punën që kemi bërë. Do ta filloj dhe unë nga rruga Arbrit. Rruga Arbrit, jemi të shpejtar të gjithë, sepse jo vetëm që ka bërë më të lehtë lëvizjen e njerëzve dhe kohën për Tiranë, jo vetëm që ka ulur koston e transportit, por rruga e Arbrit ka sjellur edhe një herë Dibranët që janë në Tiranë dhe vende tjera të kthehen në Dibër, të ndërtojnë shtëpi të reja, të ndërtojnë bujtina, të bëjnë rekonstruksionin e shtëpive që kanë, dhe këto e shohim çdo ditë nga kërkesat që vijnë në bashki për leje ndërtimi. Rruga Arbrit në të njëjtën kohë ka rritur shumë numrin e turistëve në Dibër dhe ky numër në krahasim me vitin tjetër është dyfishuar. Më e rëndësishme është se rruga Arbrit ka ngjallur shpresën të ne gjithë të dibranët, se edhe në Dibër mund punohet dhe tjetohet normalisht në qytetet e tjera të Shqipërisë. Dhe për këto dibranët i janë mirënjohës kryeministrit dhe do të jenë gjithmonë mirënjohës kryeministrit për rrugën e Arbrit. Atëherë të fillojmë ku janë do? Ku janë do tek? Okej. Atëherë punën si shërbëtor i Dibrës dhe i Dibranëve, sapo jam ulur në karikën e kryebashkiakut, e kam filluar një takim që kam bërë me inxhinierët, arkitektët, njerëz të biznesit, rinin dhe grupe të interesit. Kam mbajtur shënim çdo gjë që më kanë thënë këto njerëzit të ditur, këto arkitekt, këto inxhinier, dhe
Këtë punë e kam filluar me studimin e pjesëshëm të qytetit të Peshkopis, ku jemi në përfundim të studimit të pjesëshëm për rritjen e koeficientit të ndërtimit në qytetin e Peshkopis. Jemi në prag të finalizimit, të gjitha ato ndërtues që do të ndërtojnë pallate, ndërtime të tjera, do ta kenë koeficientin siç është në vendet e tjera, rrethet e tjera. Sot sapo inauguruam me kryeministrin ujësjellsin jo vetëm të Peshkopis, por edhe të disa fshatrave përreth Peshkopis. Është një investim i qeverisë shqiptare, është investim që ka filluar një vit më parë, por ky është investimi më i madh për Dibrën, pasi dibranët as nuk e kanë menduar që do kenë ujë 24 orë në ditë. Bile sot i anënkuar kryeministit se ka shumë presion ato çezbat dhe po na çahen tubat. Këtu jemi në rrugën Kamen, është rrugë e Peshkopis, është asfaltuar me fondet e bashkisë. Është një rrugë për të cilën jeni gjithë dëshmitar se e detyruan firmën që ta shtrojë përsëdyti dhe asnjë nuk e besonte nga ju që me të vërtet do të shtrojë përsëdyti pasi radhë pare kishte shtruar këtë rrugë me cilësi të dobët. Edhe kjo është rrugë që është shtruar me fondet e bashkisë, është kryqëzimi i Bolonjës, është një rrugë me parametra dhe me punime me cilësi të lartë. Kjo është një rrugë re, është një rrugë të Shishunaza, është një rrugë e cila është ndërtuar edhe kjo me fondet e bashkisë. Kjo do të shfryj mjetet e shumta që kalojnë nëpër bulevardin në rrugët e brenda qytetit dhe ka lidhjen me Unazën. Nuk është e përfunduar dhe e kompletuar, pasi kjo do të bëhet edhe me ndriçim dhe me mbjellje PM-anësh. Rruga e lagjes Vraniqe. Kjo është ndër lagjet e vjetra të qytetit të Peshkopis, është një lagje që është sistemuar plotësisht, rruga kryesore me asfalt, kurse rrugët tjera të lagjeve me plak. E meriton kjo lagje e vjetër që të rikonstruktohet. Trotuaret e lagjes Dobrov. Këto trotuare janë ndërtuar jo me tender, jo me privat, po nga vetë bashkia, me skuadrën dhe brigadën e saj. Jo vetëm trotuaret e Dobrovës, por të gjithë trotuarët e qytetit do shtrohen nga brigada e bashkisë. Sipas një marrëveshje që kemi me fondin e zhvillimit, që fondi i zhvillimit do na sigurojë pllakën ndërsa ne fuqim punëtore. Këtu janë disa rrugë të qytetit ku ka pas probleme, kemi bërë riveshjen. Këtu jemi të shkallët e lagjes Bulke, të gjitha shkallët e lagjes Bulke të Kamenit janë ndryshuar komplet dhe besoj që pamjet tregojnë se për shkallët që janë bërë. Ky është një investim modest. Të gjithë jemi dakord që një mur para bashkisë ka qenë me sovatim të rënë dhe e kemi kthyer në identitet me shumë pak shpenzime. Bashkia, vetëm hak pune të një specialisti, është kthyer në identitet. Këtu jemi në lagjen Kallavere dhe kjo lagje e vjetër, të gjithë jemi dëshmitar se këtë lagje sa herë binin shira bënin përmbytje. Kjo është një lagje që është sistemuar e gjitha me kanalizime, me beton dhe me poshtë me asfalt. Tani besoj që gjithë janë të kënaqur për punimet dhe cilësinë e punimeve që janë në këtë lagje. Jemi te lagja Gjone në Maqellar, edhe këto janë rrugicat e kësaj lagje, është lagja më e madhe e zonës së Maqellarës, janë sistemuar të gjitha rrugicat e kësaj lagje edhe këto me fondet e bashkisë.
Është lagja tjetër e Macellarës, është lagja Majtar, edhe kjo ka pas aksin kryesor të rrugës për sistemim, asfaltim dhe edhe kjo ka përfunduar. Kjo është rruga e fshatit Slatin. Para se të fol për këtë rrugë, është rrugë që është bërë nga fondi i zhvillimit. Dua t'i mshoj asaj se të gjitha investimet e fuqishme ose të mëdha që janë bondibër, janë pasur parasysh edhe turizmi, po edhe njerëzit që jetojnë aty, por edhe bizneset, për të ndihmuar bizneset që janë në zonë dhe Slatina është faza parë e rrugës që është ndërtuar dhe është faza dytë pastaj që është përngram, që nuk do jetë me asfalt, po do jetë rrugë me vepra arti dhe është dorëzuar projekti të Fondi i Zhvillimit edhe për këtë fazë të dytë të rrugës së fshatit Slatin. Është një rrugë në fshatin Kall, është fshati më i madh i komunës i njësisë administrative Slov. Edhe këtu kemi ndërtuar rrugën me fondet e bashkisë dhe është një rrugë me parametra cilësi të lartë. Rekonstruksioni i shkollës mesme Mur. Kjo shkollë është rekonstruktuar nga donatorët. Është një shkollë që me të vërtet ambientet brenda nuk dallohen nëse është shkollë e rekonstruktuar apo është shkollë e ndërtuar nga e para. Dhe i falenderojmë edhe një herë ato donatorët për investimin që kanë bërë në këtë shkollë. Po këto donatorë kanë bërë edhe një kopsh në Hotesh, edhe ky është investimi i donatorëve Vizion OJFO. Kjo është shkolla në Aras. Kjo shkollë në të gjitha ambientet e brendshme është rekonstruktuar nga bashkia Dibër me specialistët dhe me materialet e fondet e veta. I është shtruar me pllaka, me dyer, ambientet e jashtme pasi ka qenë një shkollë në gjendje shumë të keqe. Është kontribut i bashkisë Dibër. Ja rehabilituar 22 liçene dhe 618 kilometër kanale ujitse. Ky është një nga kanalet në fshatin Kshavec, është një zonë shumë pjellore që është bërë ndërtimi i këtij kanali me beton. Me qenë se jemi këtu, edhe kryeministrit janë ngritën edhe fermerët, problem kemi zonën e Macellarës, ku është zona më pjellore e Dibrës dhe janë 500 hektar që duan ujë. Një projekt të vjetër është, po punojmë projektin e vjetër me çmimet e reja dhe për ta paraqitur te Ministria e Bujqësisë. Ky është tubacioni i ujit vaditës të fshatit Tren, për herë të parë fshati Tren merr ujë vaditës për tokat e tyre. Shtaturat Muhr, Zaldardh, Reç, Melan, të gjitha urat janë rekonstruktuar nga bashkia me punonjësit, me punëtorët e vet dhe me fondet e veta të bashkisë. Kjo është një nga ato ura. Rehabilitimi i rrugëve rurale. Kemi shkuar edhe në Selisht, këtu jemi në Selisht, është tjetra që është në hapet tjetrën pak që është në Mustafe. Ky është fshati Mustafe, është një fshat shumë i lagët, ka qenë një teren shumë malor, ka qenë një rrugë pa kalueshme edhe nga Foristradat, edhe në takimin që kanë pas me banorët e kësaj zone, thanë në shqyr që na erdhi një kryetar bashkie këtu në këtë zonë. Dhe kemi bërë rehabilitimin e kësaj rruge me aq mundësi sa kishim me inerte. Rehabilitimi i 5 depozitimeve ilegale të pastrimit, jo, mos e kalo pak atë. Ne e dim gjithë që kemi problem fushën e mbetjeve, e kemi afër qytetit, është të mbushur. Jemi të gjithë të dijeni sepse qeveria bashkë me donatorët e huaj është caktuar edhe vendi në Pesja ku do bëhet vend depozitimi i mbetjeve që ka marrë pikë më shumë. Jemi në pritje të përfundimit të këtij projekti, pasi ky projekt ç'është e vërteta për Peshkopin
edhe për Dibrën është emergjent. Për pastrimin e dim gjithë, pastrimi është nivelet më të larta, kemi mundësi për të bërë edhe më shumë, edhe në zonat e tjera. Kemi marrë përsipër nismën që me gjithse me kosto të lartë edhe zonën e Radomirës, me qësë është një zonë turistike dhe shkojnë shumë turistë huaj, edhe këtë zonë do të përfshim në skemën e pastrimit. Kjo është qendra e shërbimeve sociale për të rinjtë dhe familjen. Ka kërkuar edhe kushte më të mira, më shumë kushte. Kam bërë dëgjesën e parë që kam bërë me rinin, kam bajtur shënim të gjitha ato që ka kërkuar rinia. Besoj që do të mundohemi me mundësi që kemi që të plotësojmë këto. Këtu jemi me ekipin e futbollit, për herë të parë në Dibër është ngritur ekipi i futbollit për vajza. Ndërkohë, sipas porosisë që na ka dhënë edhe kryeministri, kemi gjetur tokën që është pronë të bashkisë, jemi në negociata me federatën që 50% ato, 50% bashkia do të bëjmë 2 fusha stërvitje në qytetin e Peshkovisë. Kjo është Dibran Fest, promovimi i turizmit, që me të vërtet ja vleu ki promovim pasi këtë vit pati shumë turistë se vitet tjera. Panajiri i prodhimeve bujqësore elektorale. Këtu jemi te Oda Dibrane që organizua para pak javësh, ku morën pjesë nga Kosova, nga Malizi, nga Shkupi, nga Tetova, nga Dibra Madhe, nga gjithë trevat e Shqipërisë, ku doli më së miri, tradita, këngët, vallet, veshjet dhe aq më shumë që entuziazmoj edhe qytetin e Peshkopis dhe e gjallëroj më shumë këtë periudhë. Nga fjala artistike e 2.22, edhe kjo u bë para ca ditësh. Për turistët të folëm për dyfishimin e turistëve. Në Radomir është një projekt që ka filluar dhe po përfundon, po bëhet një shteg u gjelbër që të shkohet te Liqenizi. Për Gramën e thash rruga e Slatinës dhe projekti tjetër për shku te liqeni i Gramës. Për Lurën, për një orë dhe shkohet në Lurë, më pak se një orë, për 20 minuta dhe shkohet Lurë nga Peshkopia, me rruga traseja gjysma e rrugës ka përfunduar, po punohet me ritme shpejta edhe për pjesën tjetër të trases. Besoj që duhet përgatitemi pasi përfundimi i kësaj rruge do të gjetë pa përgatitur me fluksin e madh turistëve që do të kemi në Lurë. Projektet në zbatim, kjo ishte rruga Lurës vazhdo, e përmendëm. Rruga Peshkopi Bellor Abdisht është rruga ku bëm takimin me fermerët, edhe kjo është rrugë me fondin e zhvillimit shqiptar, është rruga që do t'i ndihmojë të gjithë fermerët, pasi kemi fermerë që kanë mbjellë rreth 310 hektar me patate në këtë zonë, është rruga turistike, pasi këtu kemi edhe fshatin turistik që është Rabdishti, plus që u vjen në ndihmë 4 fshatrave të kësaj zone. Këtu bëm vizitë bashkë me kryeministrin, është një fond prej $2 milion, edhe ky është nga fondi i zhvillimit, do të vishen kapot të gjitha pallatet që janë në rrugën kryesore, kjo është faza parë, dhe faza dytë pastaj do të vazhdoj edhe me projektet në lagjet e qytetit të Peshkopisë. Shkolla profesionale Nazmir Ushiti po rikonstruktohet, ndërkohë po bëhet edhe rikthyrimi i palestrës që e kërkuan rinia në takimin, është ngjitur edhe palestra, po bëhet rikthyrimi edhe palestër për stërvitjen e ekipeve sportive. Edhe shkolla Irfan Rullaj, këto ditë fillon puna, edhe ky financimi i Ministrisë së Arsimit, për këta janë një kopsh dhe çerdhe që në Kamen, që bëhet nga vetë bashkia Dibër. Në proces asfaltimi, 10 km rrugë rurale janë në
Bashkinë e Dibrën. Këtu jemi me usjellësin e 4 fshatrave të Luznisë. Tani jo vetëm që kemi 24 orë ujë, po mendojmë se ku të shojmë ujë tjetër, se kemi për të lidhë edhe usjellësin e Luznisë, që e kemi në përfundim. Këto janë 4 fshatrat që në gjitha këto 4 fshatra, në çdo familje ka hyrë ujë brenda në familje. Edhe ky është investimi i Bashkisë Dibër. Kemi përfituar një fond nga Agjencia Kombëtare e Rinisë për bibliotekën, për rekonstruksionin e kësaj biblioteke dhe të bëjmë përshtatshme sipas kërkesave që kishte rinia. Sfida ime për periudhën vazhdim është lagja vjetër e Pazarit. Kthimi në identitet i kësaj lagje është një lagje që ka shtëpi shekullore, kështu që besoj që do hartojmë një projekt që të bëhet unifikimi i kësaj lagje. Dhe sfida dytë, bulevardi i Peshkupis, jemi në projekt ide me njerëz, me arkitekt dhe inxhinier, se si mund të bëhet më mirë ky bulevard. Besoj që do të arrijmë me një konkluzion edhe do të na mbështetë edhe qeveria për këtë bulevard. Për të ardhmen, ndërtimi i landfilit rajonal, ndërtimi i banesave sociale për të pastrehet, ndërtimi i pikave të grumbullimit dhe përpunimit për agroproduktet, ndërtimi i terreneve sportive për trit dhe rikualifikimi urban i qendrave rurale. Ju faleminderit. Dhe ftoj kryeministrin. Shumë faleminderit për këtë pjesëmarrje dhe shpresoj që t'ja vlej për ju që dëgjoni dhe i fjalim tjetër nga ana ime. Kujdes frigoriferin darkë se mund t'ju dalte në frigorifer, se në televizor ndërkohë për të qenë i qartë, sepse unë e di shumë mirë që këtu juve jo të gjithë e doni Astridin, unë e du shumë Astridin. Por për ta putha si Qeros, nuk e putha si Astrid. Se gjeta solidaritet, se është shumë e çuditshme, po Ndibër ka shumë pak Qeros. Nuk e di a e keni vure, ka shumë pak Qeros, në krahasim me vendet e tjera. Kështu që ndërkohë dua ta shpreh që jam realisht shumë i kënaqur që me Rahimin i kemi gjetë kësaj bashkie njeriu e duhur dhe që me urtësinë dhe me butësinë e tij Rahimi ka bërë për vete njerëzit, por për urtësinë dhe butësinë njerëzit e zgjodhen. Ndërkohë që tani ai po tregon se përveç se i urtë dhe i butë është i palodhur, i palodhur. Që se kemi pas dhe të urtë butë tjerë, por lodheshin shpejt, apo mani me. Megjithatë, dëshiroj që të them disa gjëra pa hyrë në detaje për punët e bashkisë, sepse ato ju i dini vetë, edhe Rahimi i tha, por sidoqoftë ja vlen të përsëritet fakti që sot aktualisht që flasim prej disa ditësh, mbas 500 vjetësh, uji 24 orë ka ardhur në të gjithë shtëpitë tuaja dhe është në çezmat
e të gjithë Dibranëve, sigurisht mbeten disa pika të largëta, por janë faktikisht 35.000 familje, të cilat marrin ujin në shtëpi. Kjo është një gjë jo e vogël. Tani, shpesh herë dëgjohen zërat që qa jeni ju që akoma flisni për ujin 24 orë, këtu bota ka shku në hanë. Dakord, po problemi është që kur ne morëm detyrën, hona nuk shifej se ishim në gropë komplet. Kështu që qa të bënim? Mos ta bënim, me që bota ka shku në hanë? Kështu ne në ra, edhe ti qojmë satelitet nërt, edhe të hapim kanalet poshtë. Dhe sot, me thënë drejtën, fillun prap ankesat. E kemi me presion të lartë. Deri dje ishte bo fyti rubinetit, në gjirë komplet, hapshë rubinetin, të zdilte ujë. Sot e kemi me presion të lartë. Po mirë, hape një këshu dhe rrini lartë, që të themun? Që të themun dhe shi, si bëhet punës presionit, nuk e di. Qonin luzni. Si shta Rahimi, ta qojmë luzni dhe se kemi shumë ujë. Në regu. Me gjithat e na duen këta që ankohen për presion të lartë, se i kemi si hudra që mos marim syshë. Ndërko, du t'i kthejmë prap çështjes së energjisë, për arsye se ne po bëjmë një sforcë të jashtëzakonshme që të mos lejojmë që çmimi i rritur i energjisë të preki familjet dhe të preki biznesin e vogël. Sepse kjo, nëse do të ndodhte, do të sillte me i herë një rritje të çmimeve të të gjitha produkteve në çdo lloj dyqani ku njerëzit shkojnë për ble, që po t'i rritej fatura direkt do ta reflektonte në çmime dhe atëherë do kishim një inflacion njësoj si gjithë vendet e tjera të rajonit. Sot e kemi inflacionin më të ulët në rajon pikërisht sepse i kemi vënë një mburoj financiare çdo familje dhe çdo biznesi të vogël dhe dëshirojmë dhe duam me çdo kusht, në fakt jo dëshirojmë, por duam me çdo kusht që ta mbajmë të mburoj financiare, që do të thotë që në faturën e energjisë të çdo familje shqiptare 20% e paguajnë konsumatorët, 80% e paguan shteti. 80% me 20%. Dhe e njëjta gjë për biznesin e vogël. Ashtu si kundër, jemi shumë vendosur të vendosim një taks të jashtëzakonshme 3 produsve të mëdhenj të energjisë. Sepse lufta dhe do them pak fjalë për këtë pjesën e luftës. Lufta ka sjell një fatkeqësi të përgjithshme për shumë kënd. Por ka sjell një fatmirësi të jashtëzakonshme për këta produsit e mëdhenj të energjisë. Nuk flas tu për hecet e vogla, se qa nuk dëgjoni ju në televizor. Por flas për 3 produs të mëdhenj të energjisë, të cilët pa bërë asgjë, as se kanë bërë në investim më shumë, as se kanë bërë në sforco, ju vjen paraja e fitimit si shi. Ata e eksportojnë jashtë, por ju vjen si shi. Ndërkohë që pjesës tjetër ju futet uji simbolikisht në shtëpi. Tani ne nuk mund të lëmë pensionistët, ne nuk mund të lëmë ata që janë më në nevojë, pa ja u bërë të gjithë hizmetin e mundshëm dhe të imagjinueshëm, dhe ndërkohë të shohim se si këta produsë të mëdhenj bëjnë fitime marrëmendse. Kështu që një pjesë të rëndësishme të atyre fitimeve do t'ja u marrim atyre
dhe do t'ja u japim atyre që janë prekur nga lufta dhe që janë ata që kanë më shumë nevojë për mbështetje. Kjo është diçka që siç e dëgjuat ndryshe nga ata nga hienat e Tiranës, njihni hienat, besoj, se ne na ka gjetë belaje, kemi shumë të veçantë belane, se hiena veti është një halli i madh. Hien non grata dhe hien spiune vetëm në Shqipëri gjen. Edhe një hien spiune dhe një hien non grata bashkë, kjo pastaj është qamet i madh. Por çfarë do bëjmë? Na ka rënë, do ta heqim siç e kemi hequr deri tani. Taksirati jonë është që sa herë na dalim përpara, ti mundim edhe të vazhdojmë rrugën. Këtu flas për diçka shumë serioze. Presidentja e Komisionit Evropian e dëgjua dje, e sqaroi që taksa e jashtëzakonshme për këta prodhues është e vendosur edhe si direktivë e Bashkimit Evropian. Dhe ka një sër vendesh Bashkimit Evropian që po e zbatojnë aktualisht. Pra ne nuk është se po kthejmë komunizmin, si kundër u akuzuam. Dhe këtu ka dhe i detaj tjetër. Në këta 3 prodhues të mëdhej, njëri prej tyre prodhon dhe fiton në mënyrë maramundse si rezultat i bujarisë së hienës non grata, kur ishte kryeministër, që i fali për një copë bukë Ulzën, Bistricën 1, Bistricën 2 dhe Shkopetin. 4 hidrocentrale të bëra me mundin dhe djersën e shqiptarëve, se me demek shteti për një biznes tjetër nuk i kthente do të vëshë, edhe i fali këto. A e kuptoni? Kjo është një nga çudirat e mëdha që kanë ndodhur dhe duhet tashti me dëgju shqiptarët t'ju rroganiset koka, Shqipëria në rrezik, hajdeni mbas hienave që të shpëtojmë Shqipërinë. Ndërkohë që u detyrua edhe Amerika të thotë larg hienave. Larg hienave. Nuk po e zgjatem më shumë me këtë punë e këtyre 4 hidrocentrale, se është dhe më e thellë historia, por po ju them që kjo luftë nuk është një gjë që mund ta diskutojmë, a ka luftë, a s'ka luftë. Dhe kush e diskuton këtë, ka qëllime tjera. Dhe natyrisht që mos prisni që këtë gjë mos ta diskutojnë hienat. Hienat janë të zhytur në thesin e rubleve. Kur thoshim ne paratë ruse, thoshin gjithë bashkë një zëri, këtë e ka bërë Sorosi me Edi Ramën. Tashti që dolin raportin e CIA-s, që na pas kanë qenë para ruse, tani kanë filluar të bërtasin që nuk dinim gjë ne. Se i merrte parat Luli. Që Luli merrte, kjo nuk diskutohet. Po që Luli ti merrte pa leje, këtë nuk e ha njeri. Dhe kjo tani, se ne ishim ata që thoshim, ja ku doli fjala. Do dalin dhe fjalë të tjera, por ka dalë kjo fjalë edhe për çështjen e fikës në shtëpinë që ju ngul UÇK-s dhe Hashim Thaçi dhe bashkëluftarëve të tij, sepse sot mbasi doli që rusët ju dhanë këtyre jo pak, po $200.000.000 që të rrëzojnë qeverinë tonë. Pse doni ta rrëzojnë qeverinë tonë? Dhe për çfarë ju lindin zemër t'ja japin parat këtyre? Për çfarë? Pse duheshin rusët se të paguanin Partinë Demokratike? Për çfarë? Sepse shërbimi ndaj
rusëve është më i largët. Është atje dhe ka dhe tjera, po një fakt sot, se është fakt ky, është që delegacioni rus në Asamblen e Këshillit të Evropës, me mbështetjen e Partisë Demokratike të Shqipërisë, përmes përfaqësuesve të vet në Asamblen e Këshillit të Evropës, ka çuar përpara me votim ngritjen e një akt akuze ekstreme për trafikim organesh. Dhe ku? Këtu, në këtë qark. Organesh njerëzore, pra në një fshat atje në fund botës, po e di që është në Zibër, po në Zibër me unis në atë kohë për të arrit me makinë, kishe rrezik të humshe bashkë me makinën në grop, edhe mos arrishe do të nxibër, mos ta merrte vesh njëri ku je. Jo më që kanë bë nxjerrje organesh, e paketime organesh, e transportime organesh, e çuarje organesh jashtë shtetit. Dhe vazhdon historia e rublave. Të jeni shumë të qartë që ta keni të qartë tjerë, se ju e keni shumë të qartë se keni hartu. Vazhdon historia e rublave. Vazhdon historia e rublave dhe këta thonë, s'ka luft. Qa lufte? Këtu s'ka luft. Këtu është qeveria që duhet rëzu. Tani, në fakt, e vërteta e kësaj lufte është që Ukraina është sebebi. Putini nuk e ka me Ukrainën si qëllim përfundimtar. Ukraina është një mjet për të realizuar qëllimin. Sulmi ndaj Ukrainës është mjeti për të realizuar qëllimin. Dhe qëllimi është gjunjëzimi i gjithë perëndimit, ndryshimi i gjithë ekulibrave botror. Ai e thot këtë gjë, shumë qartë. Shumë qartë. Bota nuk mund të pranojë një usta dhe e ka me Amerikën dhe gjithë pjesën e Europës në perëndim e konsideron vasale të Amerikës. Ne nuk përjashtohemi nga kjo se ne jemi në mes të Europës, jemi antar të NATO-s. Dhe si do ta gjunjëzoj perëndimin? Pyetje, bombat i hedh në Ukrainë. 7 milion refugjat lufte janë në Ukraina. Por energjinë e përdor si armë kundër perëndimit, duke pas parasysh që është burimi kryesor i gazit dhe i naftës për Europën, dhe duke çuar jo bombat nga lart, por minat e inflacionit luftës. Dhe duke pritur që hiena si këta të qohen, ti thon popullit, qohu popull, se është vend i rrezik, se inflacionin e krijon qeveria, se energjinë e rrit korrupsioni, se, dhe hajde të bëjmë këtu kaos. Dhe janë të lidhura gjërat. Mos mendoni që ajo non grata nuk ka lidhje me rublat. Mos mendoni që këtu gjërat janë ato që duken. Nuk është çështje e një hiene që ka ngordhur me kohë dhe që kujton se është gjallë. Është çështja e një plani. E një plani për të goditur në çdo vend që është demokratik, që është i rreshtuar me Aleancën Euroatlantike dhe që është kundër Rusisë. Është shumë e thjeshtë. Aq sa e komplikuar duket. Prandaj, po dëgjoni me vëmendje, me këtë sy, do ta shikoni që gjitha një vi logjike. Nuk është fare diçka që u ngriti vdekuri nga varri se ju prek dinjiteti. Cili dinjitet? Cili dinjitet? Qa dinjiteti ju prek? Qa dinjiteti ju prek?
çfarë dinjiteti mund të ketë një gënjeshtar patologjik? Renacaku më i madh i historisë së Shqipërisë. Si mund të ketë dinjitet Renacaku më i madh që ka pjell toka shqiptare? Një far burri që qa thot sot nuk thot nesër. Si mund të ketë dinjitet? Vetëm dinjitet nuk ka. Është një shërbëtor i forcave më jo dashamirëse ndaj vendit tonë. Shikojeni para 2 ditësh. Shikojeni qa dinjiteti ka kjo. Nxjerrin ata tjerët iranianët atë Timsin e udhëtimeve të mia, që është i vërtet ai, Timsi, ato janë udhëtimet, dhe del Jena non grata, imagjino, dhe thot 22 milion euro kanë kushtuar fluturimet e këtij. Prandaj çohuni se Shqipëria është në rrezik. Po sikur të kishin kushtu jo 22 milion. As 2 milion. Po edhe 200.000. Atëhere, si do mundesha unë të vija këtu përpara jush? Po jo vetëm kaq, por e vërteta është tjetër komplet, që udhëtimet e mia me atë avionin proporcional që është për t'i bërë reklam kompania vetes dhe Shqipërisë, kanë kushtuar nga viti 2020 deri më sot më pak se sa gjysma e udhëtimeve të Jenës kur ishte kryeministër. Më pak. Me fatura, jo me llafe. Tani, pse i thuhet njerëzve u rrit çmimi i energjisë? U rrit. Edi Rama 2 pika, rritet energjia. Pse i thuhet njerëzve 22 milion euro për këtë avionin? Pse i thuhet njerëzve 2500 policë kanë braktisë detyrën? Pse i thuhet njerëzve gjithë këto dhe amplifikohen nga televizorët? Mendoni që është kjo çështje dinjiteti dhe hallesh personale? Se dëgjoj që thonë janë halle personale. Çfarë halle personale? Cilat halle personale? Këto janë pjesë e një plani. Këtë ditë të them unë sot. Do dëgjoni më shumë. Dhe siç koha vërtetoi se çfarë ishte qeveria e Partisë Demokratike për Kosovën dhe për Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, vetëm qorrat, vetëm shurdhët, vetëm trushkullurit nuk e kuptojnë ka gjë, siç koha vërtetoi që gjysmë milioni dollar rusët ja dhanë Partisë Demokratike për të rrëzuar Partinë Socialiste, koha do vërtetoi edhe çfarë po ndodh sot. Të jeni të sigurt për këtë. Koha do vërtetoi dhe se si financohen edhe këto që ndodhin sot. Edhe kjo dyshja serioze e jenave që bashkon spionllëkun me non-gratën, do ta tregoj koha. Ju kujtohet kur bëja fushatun që thosha lulzim ndau nga ata dy? Ju kujtohet kur më thoshin këta në për studio, po ç'ke me atati, njëri shkreti, është në pension, tjetri s'ka lidhje fare se është president? Ja ku janë. Pse janë prapë këtu bashkë? Se i thiri detyra. Detyra e kujt? Detyra e kujt? Detyra e atyre që i tundi rublat. Pse dorën bashkë? Si dorën bashkë? Dhe i ndjeri atë Zef Plumi, më ka dhënë një mësim shumë të madh. Kur ra puna e spionave dhe e bashkëpunëtorëve të sigurimit. Se e pyeta i thash, mor padre, si e shpjegon ti thash që ata që kanë vujt më shumë janë njerëzit më të urtë,
janë njerëzit më të arsyeshëm, janë njerëzit që kërkojnë paqe, janë njerëzit që nuk... Si shpjegoj kjo? Mu tha, padre, tha, nëse do me ditë, tha, se kush ka spionu ma fort, një gjo kush bërtet ma fort kundër sigurimit. Shumë e thjeshtë. Nëse doni me ditë se kush ja ka fut më fort Kosovës, shifni se kush u lëret më fort për Kosovën. Nëse doni me ditë se kush ja ka fut më thellë Shqipërisë, shifni se kush flet më shumë për patriotizëm, edhe për avetarizëm dhe për popull të 2 marsit e të 7 marsit, e për flamur. Është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Se ata s'do dalin thonë rrot Bashkimin Sovjetik. Ata për atë paguën. Megjithatë, ti lëm tani këta se kemi rrugën e Arbrit tash kryesore. Rrugën e Arbrit ju thoshin që si mërë nuk e bëm ne, do e bëj Edi Rama, do e bëj ky tradhtar, ky spiun, ky serb. Kur nuk e bën këta patriotet e mëdhej, do e bëj Edi Rama. Jo vetëm rrugën e Arbrit, që ne sot do ta kishim përfunduar në rast se nuk do të kishte dalë gjeologjia problematike në tunelin e Murrizit. E shpjegoi Belinda, po shpjegoi për ditë, ku vazhdon puna, por ecet 1 metër në ditë. Në tunelin e Llogaras 25 metra në ditë. Sepse ka dalë problem, na kanë marrë mësysh shkurt muhabeti. Na kanë marrë mësysh, s'kan lënë magji pa na bë. Po në fund fare, ai tuneli do hapet, dhe ndërkohë që hapet tuneli, ne do fillojmë lidhjen e Peshkopis me Maqellarën, që mos ngjojmë llafe nga Dibranët këtu, të bulevardit. Që dhe ama se kështu, si shton për ujnë me presion. Ama se s'ka ardhur rruga e Arbrit, po se edhe këtu ke shtëpia ime nuk është bo. Maqellara është nivel tjetër. Kështu që ne do ta sjellim, do ta lidhim me Peshkopin, kështu që nga kafja në qendër Tiranës, Kea Streeti, do shkohet me rrugën e Arbrit. Kur kam ardhur unë këtu, vetëm hoteli Astritit ishte këtu. Unë sa isha bukuritar i Partisë Socialiste, është një Astrit atje më thanë mu, është i Joni. Ky nuk dihet i kujt është, po unë di i imi është tjerë. Kjo nuk diskutohet. Ju tjerët shifni e boni se me këshkë. Shkoj ka Astrit. Dhe i kam thënë, më thoshte mu, je në shpitar, më thoshte mu, nuk ble, mu se hap këtë moblet. Unë do iki dhe shes fare hotelin, mos ta maj këtë tu tashi, do bëjmë rrugën e Arbrit, do bëjmë rrugën e Arbrit. I tha Astrit, hotelin, fillo ato që ke fitu, investoj këtu, sepse rruga e Arbrit do bëhet. Dhe Dibra do të bëhet kopshti i gjelbër i Tiranës, dhe në Dibër do të jetë një nga pikat me numrin më të madh turistëve në Shqipëri, po ju them prapë sot. 26.000 turistë. 26.000 deri tani këtë vit. A e keni imagjinuar të vinë 26.000 të lynë mençet nisen në ato rrugët atje që vishe edhe duhet numëroshe brinjët, a i kishe të gjitha kur arrije këtu? 26.000. Po ju them që mos u çudisni fare që do të bëhet 260.000 turistë këtu, në qarkun e Dibrës. Sepse rruga i sjell më shpejt. Dibranët e Tiranës pak nga pak, do ta kuptojnë që ato 5 lek kursime nuk ka nevoj me investu, me ble apartamente në Tiranë. Këtu është e ardhmja. Edhe atyre që dun me qenë edhe tironca, edhe dun të kenë i shtëpi me ajër të pastër në mes të gjelbrimeve. Tjetra, shifni çfarë ndodh me agroturizmat. Dhe do të shtohen vimësisht
sepse natyra është magjike. Rrugën e Lurës, që asë nuk e bëj, që kur thosha unë rruga e Lurës, thoshin bo, 2 metra me fol këshu, s'ka kuptim. Rruga e Lurës po ndërtohet. Do të shkoj Peshkopia në Lurë për 20 minuta. Llogariteni tani kur të vish e të kesh edhe Lurën, të kesh edhe Peshkopin, po të kesh edhe Matin nga ana tjetër, Burelin që po transformohet, dhe gjithë këto bukuri bashkë me parkun e madh, që ne tashtit po punojmë të japim një status të veçantë parkut. Ligjat kemi folë sot. I kam thënë Rahimit. Rahim, po, këto shtrime rrugësh e këto për 7 muaj ti pranojmë për gjërat mëdha. Por duhet të futet bashkia për të ndërtu më shumë pika grumbullimi, më shumë pika përpunimi, se këtu ka bletërritë se ka mjalt, por duhet bëhet mark mjalti. Dhe mjalti mark nuk bëhet të i gjimut gjithë tek e tek blet veta. Duhet me bashku forcat, bashkia duhet futet, të krijojnë shoqëritë përbashkët, ne të mbështesim me financim, dhe mjalti të dali në treg, siç del ulliri, vaj ullirit i atyre që në Elbasan kanë bë federatën e ullirit. Sepse ata që janë më të mençmit bashkohen, nuk ndahen. Dhe përveç pikave të grumbullimit, përveç agropërpunimit, edhe ligjat. Duhen bë ligjat. Nuk mund të rrinë më ashtu si ndërmarrje komunale. Se ka ardhur koha që të bëhen pjesë e paketës turistike të Dibrës. Në fund, urdhër, jemi vonë. Unë mund të rri këtu deri nesër. Në fund, një gjë duhet them, i thash të gjitha, në rregull. Një gjë duhet them për fëmijët tuaj, për më të rinjt. Ne po bëjmë një investim të rëndësishëm në një program për t'i mbështetë sa më shumë nga 15, 16, 18, 19, 20 vjeçarët që të futen për të bërë kurset intensive për teknologji. Në mënyrë që të punësohen pa pas nevojë me lujt fare nga shtëpia. Përmes kompjuterit mund të punojnë në çdo vend botës. Dhe sot ka të rinj që e bëjnë këtë në Shqipëri, nuk është diçka që, por duhet të ketë shumë më tepër dhe të marrin rroga shumë më të mira se rroga Rahimit dhe se rroga ime. Duke vazhdu shkollën, duke vazhdu të jenë pranë shtëpisë. Ky është një program plus programin e sporteve që t'i fusim tani në skuadrat sportive mbasi futën fiskulturën, se këta na lanë dhe pa fiskulturën. I nxorën jashtë mësuesët e fiskulturës edhe i lanë fëmijët pa i ushtrim gjimnastikor. Plus edhe programi i arteve dhe i zejeve për të kriju një hapësirë të re për gjithë vajzat dhe djemt në atë moshën midis shkollës dhe universitetit, që mos rrinë gjithë ditën vetëm ka mrokla tu pa qa bëhet në për Instagram, e në për TikTok, e në për Facebook. Besoj që këtë vend e ka beku Zoti Shqipërinë. Dhe unë them gjithmonë e ka bë ditën e diel Zoti kur ka qenë pushim. E ka bë, e ka qa, dhe kur ka ardhur puna me bo shqiptarët i kalon për gjys. Se ka ardhur e hona. Kështu ne jemi nda, po shqyqyr që shumica është bo. Është e pakica që të lu menç. Të lu menç. Si ma du t'as përhudra se janë shumë. Por nëse Zoti ka bë ditën e diel Shqipërinë, këtë vend këtu Dibrën, e ka bë që me mjes. Kur ka qenë, është një bekim i madh. Ajo që ka rëndësi sot është që krahasuar me nga e nisëm ne, sot jemi dita me natën. Por krahasuar me çfarë mund bëjmë ne me këtë mrekulli, akoma nuk ka gdhi.
E rëndësishme është që kanë filluar shenjat e para. Kanë filluar të çelin farat e para që ky bekim i madh i Zotit, kjo pasuri e mahnitshme natyrore mund të kthehet në mirësi për njerëzit, për familjet, për ekonominë. Kini shumë besim që ky vend e ka kalu pjesën më të vështirë. Kini shumë besim që çdo hap që do të hedhim do të jetë për më mirë. Kini shumë besim që ajo që u thash, që në Dibër, nëse sot numërojmë 26.000 turistë që nuk imagjinoj dot, 260.000 do të bëjmë në disa vite. Me gjithë këto punë që ne po bëjmë, por mbi të gjitha duke u bazuar ke menja e dibranëve punëtor, sepse janë ata që po i bëjnë ato agroturizma, ata që po bëjnë këto prodhime bujqësore që eksportohen gjithmonë më shumë, që po bëjnë gjithë ato zhvillime me blektorin, por patjetër ata që bëjnë këtu një rini që është fantastike. Unë kam bërë takimet e të rive këtu edhe në matë edhe në gjithë të zonë, nuk e di. Se nga dalin këta fëmijë që janë sikur me i takun mes Parisit, mes Londrës, të ditur, të kulturum, të bukur e të gjitha, është geni më vlla, nuk e çaj bën. Shumë faleminderit. Duhet me ikë se jemi vonë, thot kjo Gjys Dibronia që është këtu, Belinda. Po na presin fëmijët, po. Po na presin fëmijët se do shkojmë ke këto ekipet e sportit. Nga që s'kan marrë la uniformat, du me hik ata, kështu që ne do t'i bim uniformat që të rrinë më gjatë. Faleminderit.